Kur ka ardhur Abu Bekri, ka hyrë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka vërtetuar vdekjen e tij. Më njëherë ka dalë para njerëzve. Thot ka filluar me fol në xhami, Omeri s'po ja bën veshën hiç. I ka thonë ala rislika ya Umar. Rahatohu pak do të flas. Transmetimi ka që Omeri hiç s'u shkon. Derisa ka filluar Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu me khutbën e tij, edhe ju ka thonë njerëzve se ata të cilët e ka thonë fjallën e tij një orë, kush e ka adhuru Muhammedin alayhi salatu wasalam, le ta di se Muhammedi ka vdek. E kush e adhuron Allahun xhelle u ala, le ta di se Allahu është i gjallë dhe nuk despon. Kush po e thot këtë fjalë? Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Një njeri, nëse ju kujtohet atëherë, kur e ka në rrahë të fillën shpallës, as buk nuk ka hongër, derisa nona e tij me Gjemilen e kam përcjell tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është rahatu kur e ka pa. Është rahatu kur e ka pa që Muhamedi është mirë. A më tash e pa të vdekt, e puthin ball, edhe i ka thonë tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Je kon i mirë kur je kon gjallë, edhe i mirë je prapë i vdekur. Edhe Allahu ta ka shkruar vdekjen te ke shiju ata. Dy vdekje nuk bën të ti më kur, se ke vdek. Ka dalë para njerëzve me qëndrim burror, që Omeri radhiyallahu ta'ala anhu njihet si i vështirë, apo sa që është përmend transmetime edhe shejtani largon shpëthonin e shtrembon rrugën kur kalon Omeri. Në këto raste nuk ka mujt me paramendu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdes. Sa që ka thonë, Muhammedi ka shku sikur Musai te Zoti i tij me marr librin edhe kthehet prapë. Omeri radhiyallahu Abu Bekri po dela po thotë se pejgamberi ka vdek. Edhe i kujton disa jete. Ka thonë innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ti o Muhammed je i vdekur, edhe ata do të vdesin. Edhe o ma Muhammedun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammedi nuk ka qenë tjetër vetë se pejgamber. Edhe para ti ka pas pejgamber, edhe ata kanë vdek. Është interesant që to ajete, që të dyja kanë zbrit në periudhën e Mekës. Që të dy këto ajete kanë zbrit në periudhën e Mekës. Që jep me kuptu se sahabit shpesh i kanë përsërit këto ajete. Dhe më thonë kanë jetu me to. Amo gjendja e modhe që ka pas pesht modhe vdekja pejgamberit, alayhi salatu wasallam, ka bo edhe sahabit e mëdhaj me i harru këto ajete dhe mos me i kujtu në këto momente, se momente të vështira derisa ka